Thonë që të Covid-i s'ka ro kur. E ka imunitetin e fort trupi tina, është më që ditë. Vdekin e kam mendu gjithmonë edhe mendoj, për qamin se kam mendu kur se do të ketë të shqiptarët. Për ju që se keni po ashimin për ditë kështu, për qytetarët, do këtë ashimi ka u pesh. S'ka u pesh ashimi jeqë. Unë që kem në 37 më to edhe kam një të kështu, edhe këtu kërë në qenë para më burg, ashimi po qaj ashimi është edhe nga pesha, edhe nga pseqika, edhe nga morali tine e fort nga gjitha është ashimin. Ljo dhe mund të ketë. Se të dojtë me shku më nejt 5 vjetë ljohëllësh, apo me shku më nejt me vlo 5 vjetë, njëta fjallë, njëta bisedat, njëta ljohë ato. Unë nuk do të thëmë, po ashimi me shëndetu shumë mirë, do të lidha vetëm njërë. Neve gjithë në karo Covid-i ati, ashimi si karo Covid-i. 2 herë. Tonë nuk ka gjërë. Unë e kom pas Covid-i një herë, atje në burg, qenë për përbimit, herë në 2 se kom pas. Tjerë gjithë e kom pas ka 2 herë Covid-i. Ashtë në thua që të Covid-i si ka ro kur. Këto du më të avërtu, se ashtë në thua që me shëndetu shumë mirë, e ka imunitetin e fort trupi tina, është më që ditë. Me të për ka e gore, ku në vishë në senë të shimur, dhe këtu senë dhe këtë këmë unë, dhe ju dhe se ne ka 5 ditë kina pas izolim për Covid-in. Ma që kup ka qenë shumë rënë për Covid-i, dhe Rejqa ka qenë shumë rënë. Pietri ka qenë dikune dhe Nasimi, ka qenë, se përshka se temperaturat ma e mështit, po ashtimi si ka ro Covid-i kur, ishë. Gjithë kena pas ka 2 herë Covid-in. Ashtimi s'ka pas. E kështu, në të adim ato, se e me shëndetu shumë mirë. Në sytë o binit doke që është i ljohë, ashtu. Po jo, se ato kem, na po që me goja kem pas një motëse, edhe peshore. Pjeti ka qenë shumë me pesh me madhe, Nasimi, shumë me rotë kena qenë, e ata aje majke qatë pesh në vetin gjithmonë. Aje Kadria dhe Cali, e majshin qatë pesh, edhe Bacia kup ditë jukon. Kështu që mirë, me shëndetu mirë, është amonja në ajna njerës, për gjako për imisë, gripi, bjen gripi. Qëta që ka pas një ftufje, që kanë shetit, a i ka doar ka shetit në përsi që është në Dëgjova, të regun, ka pas një ftufje para 2 dite, dikun pa 3 javë dite që s'pat më pjesë një sanë sa 2, ka qenë një ftufën. Ashimi, po ashimi është shumë mirë me shëndet, me gjitha shumë mirë. Ngarkesa kuptohet, ngarkesa e procedura gjyqësore që janë seancave, sene, po ngarkojnë, se ki shumë materiale, me ki shumë sene mu merë, po është ngarkesa modhe, se ato kena pritu në vetë, po ata kanë një ngarkesa lomat modhe, po është ashimi shumë mirë. Gjithën shumë mirë, gjithë. Edhe Kadria, edhe Bacia Kup, gjithën shumë me shëndetin gjithën mirë. Vdekin e kam mendu gjithmonë edhe mendoj, për qamin se kam mendu kur se do të ketë të shqiptarët. Për qamin po ditë kush e boni, për interesat veta politike, dihet me amin bemen, ka amin me amin njëri që boni, po një shalu qytetarët e Kosovës, që të keni unitet me zveti, të keni bashki me zveti, politika është politik, voto ko dush, anë ka dush, zgjellë cilin përgan partisë dush, po me shok, me miq dhe me qytetarë nuk duhet më prish. Po duhet jetë i unitet shumë me madhë, tjetë uniteti që shka qenë para luftën, luft, edhe mas luftën një kohë. Dhe është e vërtet se kemi një përqarje politike. Një përqarje që s'na ka hije, se ky vend ka dhonë shumë. 15.000 vra. Edhe 1.600 të zhdukur me sa di jone. Sot ne të kemi këtë përqarje është turpi madhë. Unë isha në një debat, edhe debat e zakonisht për lamë. Edhe me në gjithë se këmë gjuhë vetë vetën, se këmë gjuhë. As fymje, as shamje. Po shohë e brejësinë së është problem, po ju është të në Kosovës. Se është të në Kosovës nuk lidhët brejësinë Kucatin. Aja është me amadhe se Isnia, është me amadhe se gjithë sen, u që këja. Kjo është turpi me modë disa njerëzve që po në sulmujnë, pa të drejtë. Po gjithmonë, kësoj i para prin një njëri, që ka bukit përqamje. Që ka bukit përqamje në kombin tonë, poplën tonë. Tash përqamje në Shqipëri, përqamje me Qërni. Për interesa klanore, politikit veta. E kështu që mesazhi jam i fundës, bashkohëm, punojmë për të mirën e vendit, për të mirën e kombit. Mos përqahëm, anë ka dush, voto ku dush, po përqahëmja mos ketë mes neve. Lufta mos fyen, dëshmorët mos fyen, invalidet dhe veteranët mos fyen, se pakta sot veni si shkoa këto. Unë kam dëshirë më të madhe, dhash Zoti, këta burra që shoh gjithmonë bashkë. Këtë vend të shoh gjithmonë bashkë. Ta që për para këtë vend, ato ku ka amaneti dëshmorëve. Ato ku ka dosh atë mjeshori me shok,
ato kanë ngandosht partë tonë, se lufta e bëllë ma heret, lufta Zembetjes, e Shapapollushës, a Medelis, lufta tjera, menan që mos vjes bosh, këtë territorit shqiptare janë që kanë bos lufta. Të qëjmë ata manet, ato ku kem qëllimin, të kem trojët e bashkume në një ven, të kem një njeri pushtet që u dhejsh Kosovën. Edhe me mandatet caktuar që është dihet gjithmonë, se ju njëri tjetë i paprekshëm, po njëri që din, ka vizion, ka program dhe ka tradit. Edhe unë besoj se shqiptarët inshallah do të afrohen mes veti që kemi qenë gjithmonë.